krytët punë me njerin në Llakit. A do në me pi diçka? Po, bashkë kisha pi diçka. Çka janë këto ftyra? Ka ndodhur diçka? Nuk mujtë mu taku me njerës e Llakit. Nuk erdhën hiç në takim. A një dojnë venin e njëjtë? Mos e keni gabu venin? Qysh mujna me gabu venin të rën tonë, shef? Aj vetë caktoj këtë pikë. Pritëm, nuk erdha s'kush, për çta erdhë më të kallëzu ty? Shqiptart, tradhtar. Shqiptari I mirë është veç shqiptari I vdekun, majën men. Djema, pushu tesh? Çfarë pushumje? Të na I ka u kuptimi kësaj fjale. Besoj se jemi krejt njëjtë. Na do të më mundu me pushu sa do pak flamor. Se na do në fuqit për në veri. E di, bile son të duhet me pushu. Se të mas ju dy. A, vendos, najse hale. Jem të e prit gëzimin edhe pak, veç që s'ka ardhë. E folim për qatë plan që e ka. Në ashtu është e hajrit, nuk I dihet. Po më rëndësishme është që është vendos luan. Si sot, si nesër, gjithmonë mrapa na ki. Përshëndetje, shef. Ivan. Qa për menon këtë ftoftë jashtë? O, Ivan. Flamurin edhe Ahmetin. Këta dy, Ivan. Këta dy s'po muj mi largu kur qysh për mendjes. A se do t'ju vjen dita dhe ative. Mësë brengosë për këtë punë. Mësë brengosë. Se për kënd brengosë më në për sërbët e veriuta. Për ta kujdeset Beogradi. Flamur. Qëto dite ma shumë që po kalon. Po më duke që nuk jom ka muj me arrit qëllimin tëm. Ama një arsye pse mu taku unë me ty. Edhe ama një arsye pak ma të fort pse pram nuk erdha të mu taku me mu. Ke shumë ftoftë. Ke dhe me ftoftë, ha? Hajgore, bona. Dita që e nervos me mu, veç do shta me relaksu pak situata. Nuk e relaksohet, për di që më ke bo dhe ma shumë nervos. Në që se vazhdojnë që kështu, di që kemi përfëllu shumë keq. Dikun ma ftoftë, akull, na I mal. Që edhe kur kanë me gjetë, s'kanë me ditë se kush je. E kuptova që e te prova me Hajgore, po qetësu, e kom një lajmë të madh për Petarin. Pse nuk erdhe pram? Ti vetë e loku mu taku dhe vetë nuk erdhe. Mram nuk mujta me sjell atë që po e donë Petari. Çka është? Flamurin. Ka ko që e ke prit, ha? O, zot u merë momenti, ha? Momenti jam! Ivan, go, nesër. Hiq ma larë se nesër du me pas flamurin durt mija. Ivan, nesër! Psa këto e terminin me njerë, për nesër me dërzu flamurin. O, burëvesh, sot kena fest! Fest kena! O, zot, Ivan! Që le venën ma shtrejt që e kena shpi. Fest! E qeli venën ma shtrejt veç se tja konfirmoj takimin për nesër, ha? Urime, shef! Urime që ditë e ke prit. Kjo nuk ka fest vish për ty, po për këtë Serbian o kjo fest. Për këtë Serbian. Aje, Zhiveli! Zhiveli, brate! Ja! Muzika! Čekaj nam, flamure! Čekaj nam.
Po, pse nuk do logji po ti? Ku të rritë është djali jam e me vesh, pse do të më dalë unë e jahojë. Për herë të fundit për të vesë. Shërëm. O vetë sa duesh se në Gjermani është Ahmeti. Mi thua Ahmetit, tash e tutje, që shtu e ki. Kur i shoh kështu të flajt, menoj që alo janë vegjel. Ka njerë po harroj që këta po rriten, e koha po kalon. Edhe naj dit mos kanë me flajt me neve, kanë me u martu, me i kriju familjen e vetë. Kemi me me të veçun edhe ti, Flamor. A i çdo ditë më shumë po bëhet si ti. Po rritët. E jo veç në trup, po mënyra që shkëqyr, që shmenane nuk bën shumë pyetje. Që ashtu duhet. Edhe ti që shtu je kon. Kur je kon i ri, nuk e bo shumë pyetje, po gjithmonë ke majt bara shumë të mdhaja mrena vetës. Barra nuk të vetë kurra e gati. Po tutna shumë, Flamor. Po tutna që nështë ako me i rrit vetë pa ty, pa dashnin tane, pa dorën tane. Si kom su me utut. Po unë po tutna. Nuk po t'lypi me e lonë, se e di që nuk munesh. Veç mos u bëj huj për ta. Kur? Asnjëherë. Ashtë e fundit ke, Flamor. Këta e nësya. Këta e nësya që s'kucoj me dekë.
këtë këmish ta kom lanë me vesh nesër njajtë si dikur. Njëjtë si dikura. Gjda natë më ke la këmishën. Kjo këmish më ka majt gjallë të njëtën. Mere e veshë nesër. Po se njeriu kur e nin rrugën e gjatë, duhet me unisi pastër. Gjatë luftës, çdo natë, ko menu, a do të kthehesh edhe këtë natë ajo? Apo po të mbet, veç emri ju t'i thatë në mëngjes? Kur s'm ke përcjell, as s'm ke prit me latë në sy. Nuk të kom përcjell me latë në sy. Burat nuk mbahen me latë. Ata mbahen me shpinë të drejtë. Nuk jam maj Ahmeti që jam konë oj grue. Asun e ma nuk jam ajo e reja që të prit këndritare. Po zemra s'ka mosh. Këtë herë, kjo rrugë nuk është kam pëlqeniq. Rrugët që na kanë pëlqy, s'na kanë bo këta që jemi sot. Nëse nuk kthehem, Mos e thuj, Ahmet, mos e thuj. duhet me thanë oj gru. Duhet me thanë. Nëse nuk kthehesh, kanë me thonë që ke shku ashtu që shke jetu. Pa e ullë shpindën kur. Djemt, Ata i kom rrit me ecë për para. Mos mu fshe pas emrit tanë. Ata janë burra tash. Ata i adadin, e di. Ata kthehen të nana e tyre. Po ti, nuk jem ma i ri. e di, se ti gjithmonë je konë arsyeja, pse unë kam guxuar. E di. Po sot, po ta thom, Ahmet, shko. Shko të djemë të tu. Nuk i linë ti me vdek në shtrat. Shko. Le të jetë kjo e fundit. Nëse kthehesh, do ta kalojmë pleqrin bashk. Nëse nuk kthehesh, unë nuk e lëshoj as një pik lot për ty. Rnafsh. Herë e këmë mru. 4. Kjo është nuk kanë veç hakomarja jo luftë. Për mu njëtë është. Lohan, unë e një apetarin. E di që shik, e di që shmrohet, e di që ka bënë. Dura me ka në dhonë atë. Jo. S'ma thuj jo si burë, të paktën thuma si strateg. Si strateg, ti ki mision tjetër tash. Kjo nuk më bënë mu më pak toftë. A mund të bënë ma të shmune. Te e din që ka në ka bo petare, Luan. Familjes tane, familjes teme. Po du me ardhë me ty, nuk po du me najtë mrapa si shikuse. E kjo është arsyeja pse unë do të më shku pa tjetër. Po për që ta po thëmë, që të në me ardhë dhe onë. Fëmija jo nuk o fajnë në historinë temë.
Ti e ki për detyrë më ndërtu një jetë, ku emni jam nuk përmenet veç për hakmarrjen. Çka nëse nuk kthehesh? Nëse nuk kthehna, i thu që baba jët nuk e zgjodhi këtë rrugë që deshti, po që duhet. Unë jam hetuse. Unë jam betu për drejtësi. E di. Ama son të jenon. Luan, lut na merro me vete. Mos më leq këto. Nuk po du që shtohen këto ti atje, po du më ardhë me ty. Po du më kanë nga teje çka do që të ndodhë. Lut na, Luan. Lut na. Jo, Art. Ti do është më rriqë atë fëmi. Nëse ti vjen, për një me rrezikohet që babës të më rejgjës më mshel dera për gjithmonë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e jam. Mirëmëngjes. A konë si tre? Jo. Njeri lak dhe më tha që nuk ka halo diçka konkrete për vetarit. Halo? Videon a ish marrë? Po, videon e ka marrë. Po, nuk ka konfirmim. As për vene, as për orë. Dhe me thonë, pas ka shansa që nuk dalin venin që kemë caktu. Se vendosin ata vendin, atëherë keme pas problem. S'keme mujtë mi marrë pozicionet e dume. Ko gjana rrezikohet plani. Do të me pritë, s'kem që bëha një tërsa. Edhe pëse është kam që ditë shumë, që kjo është shumë dhurat e madhe për vetarin. E di. Ose nuk mund me ditë pse nuk ka konfirmim halo. Presion me i bo nuk mujna, se mas ne i mujnë me linë dyshimet e ta. Amo, jam i bindun edhe besej që shumë shpejt e konfirmojnë. Që kjo, së kam pëlqen heq. Nëse ka shumë e kështë dash pëtari krujt e flamurit, a nuk kështë dash më vënu. Kështë dash bile pramën e lajmëru. Shta është luje pëtarit, e këtë njërin e lakit. Dhe në që kjo mos me marrë vesh, sa është e rëndësishme që këtë dhurat për pëtarin. Që tërsen s'pë di që ka qëtën. Presim edhe pak. Bas në gutëmi për pak. E kemi pru dhe i këtu edhe ma mirë të presim. Jam e sigur që me ndëshim pret me më pa, sidomos me pas në dorë. Po, do të me pritë. Edhe pak, edhe qyrën që po ndodhë. Amo dje më konë mirë, ju me i kontrolu armët, me najtë gati. Edhe në momentin që e marrim konfirmimin, njësëm e njëherë. Jam. Vesh një pancere kam. Merë gzim. Ku ma e flemon? Për shka këto? Moje, në gjeti. Ty e ma këta gzim. Ja, se moje më flemon. Mos foli dyër. Jo për flamor? Gzim.
Luan. Kjo kuti është e babës tënë, e Regjës. Është i vetë sen që e kam rëmit. Këtu janë 2 cigare, të Regjës. Kur nuk i kam dhes. Sot po du me t'jadhën ty. Nuk e pas në ditë që ki diçka ti. Mu nuk unë ka metë kërgjë. E di, Luan. Këto 2 cigare kishin pas metë. Kur nuk i kam dhes. E sot, ku të kry shpun me betarin, edhe se një operatër të Regjës. Kismet bacë. Sa unë të kina me lejës bashkë të 2 cigare. Të ja qojnë amanetin e tina në fund. Kësmet, Luan. Kësmet kena me lejës. Po, edhe nëse nuk i vjen puna me lejës ty jetë. Njonën gjithë që shki me lejës. Ja, pacja. 2 duhet. Edhe unë edhe ti. Faleminderit. Kjo është shumë e rëndësishme për mu. Sidomos sot. E di, gate kam rujt momentin me talon këtë kuti. E sot po më duket është koha. Bashkë sot e ke gjetë këtë kohë. Bashkë sot është momenti i duhun. Unë nuk kam kur gjetë tjetër tina. Tash përveç kësajna. Djem, që shini? Mirë. Kone se ndri? Apo tutni? Fole, kone se ndri? Veç pak dështa me baj gare, pak për relax. I vonim thirrje. Është caktu vendi takimit. Ku është? Ku kalon takimin? Me një fabrik, diçka jo funksionale, që këtu e kam printu me hartën. Ku është ky vend? Mitrovic. Kogja thellë, larg qytetit. Mirë pas ke bo që e ke printu hartën. Na do të me shku atë të partë edhe me këshyme në zonë pozicionet mira. Qëre, nuk e njojmë këtë vend na. A si shdash me caktu një vend ku e njojmë ma mira? Nuk na mjafton si hartë. Na duhet me njëftë shumë, kjo punë do të më kry shpejt, nuk është vend i keq për neve, kjo e mira është që petari nuk e kontrollon. E njoh pak këtë vend, e kom përdorë si pikë për kontraband barnave. Është vend i përshtatshëm për dorëzimin e flamurit edhe ka pamje të mirë për me pa petarin. Kur është koha takimit? Për një 3 orë, sot do më thonë, mos u vononi shumë. Na duhet me shku atje të parët. Atëherë nëse këtu më herët janë bëu kontrabandat barna, i bjen që edhe petari e një mirë këtë vend. Petari kur nuk vjen kur në vendet ku bëhet kontrabanda. Ai nuk mirret vetë me këtë punë. Nejse dhe, njerëz e ti.
Njerëz të ti po, ata e njohin këtë vend. Po ata nuk pranuan me ardhë në lokacionet që na i propozum. Ata i propozun disa lokacione, edhe unë e pranova këto edhe insistova për këtë lokacion. Ku është hymja më e mirë për neve këtë? Kjo pjesë, ata me shumë gjaz vinë nga kjo pjesë. Atëherë pra, që përshijet, pas ka vene ka gjatë mira mu pozicionu Luani. A duhet me menu edhe do opsione tjera. Qka nëse nuk në shkon mirë edhe nuk kryet shpejt? Qa bujmë tani? Ata vinë prej kësaj pjese. Gërzimi ju të bëhet këtu. Unë e pozicionohen atë këtu dikun, e ju tjertë do një me dalë mrapa. Në njërë që ata mos me pas mundësi me dalë për fabrikës. Nuk ka dalje në këtë pjesë. As këtë anën kënej nuk mujnë me dalë me vetura. Ata mundin me ikë vetëm këndej në komë në për malë. Atëherë, nëse Luani gjunë snajperët, ta kanë me fillu me iki pjesën kënej. Do më thonë na im në avantazh. Këta iki na i dalim të edhe i presim. Krejt ideja është me vra petarin. Na për qatë punë për nisë. Nuk kem nevoj me i vra dhe tjertë. Në momentin që i vrahet petarin, na thjesht tërhekum. Normal, nëse ata na sulmojnë, na i kundërpërgjigjëm. Por nëse ata dojnë më tërhek, i lajnë më tërhek. Pse me lanë më tërhek? Edhe ata një si petari janë. Se na jena njerëz jetën, edhe nuk jem si ta. Na në fokus do të me pas petarin, jo tjertë. Na do të me godit kryte, jo bishtin. Djem unë i kam edhe do pajisë tjera, do radilje që na donë. Me Trimin, kënë më taku rrugës. Trimi u shkuj ka marrë do djem që ka marrë më nani mu. Në regull, pro. Djem, nuk po mejtë diçka tjetër veç mu bo gati, edhe mu nisë edhe pak. Alo. Besoj e more vesh për lokacionin. Po e mora vesh. Shimi për pak atje. Ai vend është i mirë, por nuk kemi qasje aty. Lëvizim her pas her, po nuk është vendi jonë. Me që thot, jeni një atë vend ma mirë se na. Aty nuk e po ta vështirë me bind petarin. Qysh reagoj kur e po videon? Ka festu, shumë bile. I ka dhonë shumë braki, edhe njerëzit tonë ende janë të dejon. Shumë mirë. Shumë atje. Edhe diçka. Më ka funksionu kjo ide me familjen Gashi, mas e bashkëpunimi me njerëz të llakit. A të lidh diçka ty me këtë familje? Jo. Thjesht e kom gjetë njerën e duhun për me bashkëpunu. Mos ne nuk e kom pas shtime me lokalizu këtë familje. Të ke fundit, kjo është puna, me gjetë njerëz. Atëherë, ti petarin, unë kontrollin veri, pa njësin speciale. Fjallë është fjallë, ma vesh e më vesh. Ha? A i kontrollu të krejt? A janë regull? Në regull janë, gjithë që i kontrollu. Okej, mirë shumë. Atëherë pra s'po na metë gjë tjetër veç, po nisim i veri. Po ka arku amonisë. Animohet zotit dje. Ola. Ne ke kry një punë të madhe. I kanë bën një nerë të madhe. Edhe fjala është fjalë. Kur gjithçka përfundon sot, të rikuj bona më shti joti. Edhe neve nuk na shemo. E di që ma ke premtu. Edhe plotësisht po të besoj. Amo çka be tash?
nuk jam interesu për tregun e parnave mu. Amo... Luan, kjo nuk është biznes. Kjo punë është krejt diçka tjetër. Tash jam të e bo me qef. Prej kur e kuptova të vërtetën tënde. Tash po e boj edhe me zemër. Për mu është nder me qenë pjesë e hakmarrës tënde. Me thonë drejten nuk e prita. Na krejt jetën, muj me pas probleme me zveti. Amo, kur janë pyetja ata, na arreshtohemi aty ku e kërkon vendi. Shqiptarët bashkohen kur është pyetjesh, shkau. E vërtet. Këta njerëz që po i shenë në barë, kanë ardhur për të njëjtën arsye. Asnjë interes personal nuk e kanë. Ata thjesht dojnë me quni drejtësi në vend. Edhe unë po du me konë pjesë e kësaj drejtësie, por e kam një kërkesë. Hajde fal. Nuk i dihet që shkon punë atje. Nëse nuk kthena, unë kom familje. Kisha pas qef, familja ime me ditë pse jam atje, dhe kisha pas qef me ditë sepse nuk jam kthy. Po të premtoj që unë personalisht kam marrë me këtë punë. E që tash bën ve bile për këtë punë? Po tash më e bobe. Djem, a është gjithka në rregull? Gjithka në rregull është. Armë të kene kontrolu edhe jena gati mu nisë. Ku ha ardh? Na do të me shku atje për para me më rritë partë. Kështu që po nisëm. Luan, edhe unë jam gati. Bat. Jo, Luan. Herën e parë nuk erdha, tash nuk kthehen mrapa. Jo, Bat, ngam. Po çfarë burri jam unë kur krejt jetën e kam qunë luftë, e tash mos më jeni mu djem vetëmi. Nuk muj me nejt, Luan. Nuk po m'len gjaku. Djem, përshëndetëm edhe nisëm. Kjo nuk është hera e parë që po nisësh shto. E di. Veç nuk është as hera e parë që po ma rregullon këmishën kështu. Se gjithmonë je dogu zotni. E zotni kom qef me të pa gjithë. Ti më ke ba, zotni. Të kom përcjellë gjithmonë palat. Se dikush duhet me metë në shtëpi fort. Grue, nëse son të vënona, mos u mërzit. Se kjo shtëpi gjithmonë ka pas burë, edhe nëse nuk jam. E di, Ahmet, e di. Shkondi ma ju djemve tanë. Banu e fort, si gjithmonë. Nanushja,
Për herë të parë në jetë, piteje e kon mi këtë fjallë. I vetëmi ti më thirë në nësh. Kom su piteje, shumë sene. E sa shumë ku mësu në prej teje. Ruju gjallja. Ruju. Se po të prekës edhe dikush tjetër këtu. Ta e besën që kom rujtë. U dhe në barë. E u këthef si burë. Ditër mirë në rosh. Moj nanë. Jeton djalje. I bukur e kanë gjithë. Po sa diçka, shumë i bukur këm do kësho birë. Kom ga ty, nanë. Ruju djalje. Ruju e ktheu të nona. Kena më rujt, nanë. Edhe kena më këthy krejt bashkë. U dha marë e u kthef sigurat. Ditën e mirë, nanë. Gëzimi jam i fundit. Ti hala nuk e ke pa jetën mirë, o birë. Kena pa, nanë. Kena pa kismet me shumë nipe e mese. Ju pret nana këto. U dha marë e u kthef shi si bura. Kena më këthy kismet, nanë. Krejt kena më këthy, kena më mush këtë shpi plot. Shumë shpia kena më bo për kësaj shpisë. E di. Burrat duhet më kujdes për mamin, për motrën edhe për krejt familje. Ku po shkon babë? Babi ka punë pak edhe kthena shpejt. O ty tash po të lëmë vend temin. Ti e burri i shtëpisë. Okej? Babë mos shko. Duhet, princesha. Duhet, kur të rritesh më e madhe, kemi kuptu gjanat më mirë. Ne? Po, princesë? Val. Plamor. Rritit fëmijët, që shë ki rritë. Je nonë e mirë. Ti ki më këthy. Duhet më këthy. Unë nuk di me e të ndryshe pa ty. Ditër e mirë, Val. Da, men. S'ka kushtet n'ala. E di që nuk më e me t'nala. Edhe nuk për të thamë së shka. Shpo do me të kërku ti qka. Qka?
Mos harro kush je. Kur ta kish në dorë. Jam djali aty në që i vrajt. Luan, je edhe baba i qëti qëto. Se këthejna, po të rëmtaj që ka më konë njeri tjetër. Kje ditë, është për cilën këm jetu të jetash. Shka atëherë. Ka me konë qëto të të pritë. Si qëllë. Udhën bar, zemrat të mia, ku është dekja, është liria, ku është besa, është fuqia, ja u knoft këngë, tanë shqiptaria. S'keni lindju për hakmarjen, po ka zemra që se qmujnë faljen, kush ka fale ka harue, prej haresës është dënue. Me nënt plak, në trup me mbet, ilaç pahet plaga e tjet, se kjo tok e la me njak, luftën pas që ka me marr hak. Ky është lokacioni. Okej. Ti merre flamunin, edhe 2 veta tjerë. Djem, këta e shokët e mi, kështu që merrni këta. Okej. E marrë doktorin rrë me ty, rrën edhe ai djali atje, ma pjesa tjetër, vazhdojna shkojna në kom deri sa ti gjejna pozicionet tona. Ti mos u nes deri sa na ta dhona sinjalin. Djem, e jem gati mos jem të arru diçka. Krejt mirë jem. Hajde në djem. Djem, s'ka këthim rapa. Ti kallzojmë këti qeni kush janë shqiptartë. Hajde.
A jeni kejnë pozicione? Po, këtu jemi. Po. Po. Pozicione jena nesuni. Në rregull, po nisemi. Nuk ka lëvizje në herë, nuk po shihet kur gjë. Ka ku, presim edhe pak. Ka lëvizje. Një këmbë i zi po afrohet. Bënu gati. Ku është flamuri? Ku është spetari? Këtu është. Na sill flamurin. Kjo e flamuri. A më gëzu petari kërë të shë. Nuk është petari. Petari s'është. Edhe unë kam më gëzu shumë kërë të shë. Ku është petari? Pse s'ka dalë? Petarin? Petarin këtu e ki në fabrikë. Veç ty duhet me gjetë. Nuk e ki larkë. Knepari është. Djem, petari është këtu. Në fabrikë është. Shkoj me gjemë pra Luan, për këta ke marrë. Vladimir, që e në këto krisma kështu? Nuk e di, shef.
Më duket që i kanë vrarë njerëz të llakit. Po fomat sa më jashtë veriut, o kuptu, mos duhet me lok, to asë një dëshmis duhet me pas. U kry, shef, u kry. Sa më larë kina me qu. Ti e di sa profesionista imi në këtë dritim. Po më e rëndësishme ai çka është. Më duket që janë te për flamurin. Flamur Gashi. Me nëzis po preskëm janë zi shpirtin këtë vend këtu. Hajde Ivan ma shpejt bëjma Flamur Gashi. Duro, veç edhe pak. Ke duru deri tash. Duro edhe pak. O, Vladimir, nuk po më i peknatësis me duru. Flamur Gashi. Po e gjej petare. Asun. Asun që më ka vrejt asë një lëvizje. Djem, qetë është orë, s'po shoh kur gjo. Asun e s'po njëri. Shef, kur thosht? Kur thosht? Shef, familja Gashi kanë ardhur na vra. Nxjerrë djem më njerë jashtë. Familja Gashi kanë ardhur na vra, po kena shanca na mi vra. Nxjerrë djem më njerë jashtë, shef, më njerë. Kurth? Kurth na kanë bo. Kurth na kanë bo shqiptar. Dini vrani, kek! Asë një gjallë mos markshoni! Kurth. Çfarë kurthe, shef? Çka të fol? Ivani sa më tirin telefon, familja Gashi janë këto Kurth na kanë bo. Vladimir Kurth, Dilivrani! Po, që po shkëpjoni moj djemve dhone. Jo, rriti nga të me më vynë dikush me marru shminën, dikush i fort. Ma mirë është me dërë një mu djemve. Jo, Vladimir, jo, rri këtu nga të me, më vynë dikush me najnë nga të me. U kry. Ka njerëz spetarit. Ka njerëz spetarit. Renegati.
Një ma pak. Ai ka vro. Ha? Ai ka vro flamur goshën. Nuk e di, shef, nuk e di, nuk ka të më pëlqy që kësë do atë. Vere bre Ivonin, vete pse s'po lajmërut, vete ka vro flamur goshën. O, Ivoni është me djemë matë mirë tantë, Ivoni e ditë tyrën e vetë. Apo? Po. Shumë mirë, mirë, do të mi vro, do të mi vro. Edhe nashta ma mirë që ka nërë krejt. Ma mirë që orë bëbaki edhe Ahmet Goshi, familja Goshi, krejt ka nërë. Du të mi vro, krejt do të mi zhduk pe i foqës dhejot ata. Shqiptar të mutit, do të mi vro krejt do të. O, shef, a banë shkëjon e ta shë qka të ndodhë? Këtu. Alo. Vladimir, ku je? Ka mu konë? Me petarin. Ku jeti? Hej, dush me dalë për aty më njerë. Unë po largona. Që plani unë të shku perfekt. Kena një gjujt me 2 goditje kena. Edhe veriu është i jone. Ej, dil për aty më njerë. Nuk po muj me dalë, nuk po më lëm petari, ajtë kuptu. Dush me dalë për aty, dush me dalë atina o t'i arë funi, lele t'a vrojnë shqiptarët. Ej, le na të pështojnë a pas në therë në kam. Nuk po muna Ivan. Kupto, po pres momentin e duar mu largu. Pse për rizikon ma shumë, apo do dhe ty me të vrojnë shqiptarëta? Hajtë. Armand, a keni municione? Mirë jena botë kemi për momentin. Okej, mirë. Ku është boci? Boci që anë e shketi ka. Okej. Unë po shkej, për para. Shka kontrollo t'i kënej. Hajde. U bo. Ko që shumë jo? Po shumë ishin. A je sigur që e pëdarin në fabrikë? Ivani ma konfirmoj tash sa i besojt ati. Amo nuk besoj që më ka rajt. Ivani ka interes që petari më vra. Edhe unë po besoj që gjithë qysh petari jo këtu. A i ka ardhë. Vazhdojna të përdojna ma thellë.
Ndohë me ka 2-3 dheta, edhe vazhdojmë tutje. Okej, unë ti shkojna me babën, Flamuri ti shkojna me pjesën tjetër. Shkojna Flamuri. Shkojna marrën botën. Jeton. Tash na duhet me ima thellë. Baba Luani i Gzimi janë bashkë. Duhet me shku tuti, okej? Qysha ploni djem, shumë njerëz të petarit ka. Vazhdojmë, dhe të gjejmë petarin. Ju dy, shkoni në Mropa, na ru në shpinën. Na shkojmë për para. Hajde. Ty hajde. Hajde. Pse nuk po më lajmëroti Ivani, a? Pse? Vete, e ka vrarë Flamur Goshin. Nuk e di, shef, nuk e di. Nuk jetë më lënë me dal. Duhet me dal me këshirë shka të ndodhë. Unë jam me ty, sa din ti qa shëdhone. A, bre, Vladimir, ku e kemi keri, no, zot, ku e kemi keri? E, për me mrit e keri, duhet me dal tash në për pluma, me kalu në përmet shqiptarve, me mrit e keri na. Për momentin maj sigur ti jetë qëtu me nejtë. Sti qka jë ngova e huve, shumë ide e keqja, so dash më ardhën e këtu, hiç nuk o dash më ardhën e këtu, Vladimir! Nuk e ditëm, be shef, nuk e ditëm që kina me ronë kurth edhe na. Nuk e ditëm, te ke funit, ti vetë kërkove më ardhë. A dash të vetë me kap me dur tua Flamurin. A, Flamur Goshi, që ja kum pa shirrit të njetën, du me pat njerit vdekun, du me pat njerit zhdukën, atë familje Goshi du mi vra, krejt du mi vra, a po kupton? Vladimir. Qko po? E ka goza? Po, kënë kom. Po mirë jam, mirë. Nuk mund është marrë shtu, të reshu. Jo. Mirë jam, besoj që mu edhe pak. Nuk mund është kështu. Kështu rëzikon me vro krejt. Armend, unë e ti e morën me këthej Mropa, ta ne këthej me 5 pikë. Hajde, mojo të na. Mojo. Mojo të na.
bac. U ko mirë mos më orti ma fell. Po ma nejtë këtu se e ki ma sigurt. Luan, nuk ju mardhën këtu me nejtë i sigurt, po ju mardhë me kry punë. Bab, mire kolani, ma mirë është ti me nejtë këtu. Na vazhdojmë për para ti në arru në shpinë. Nuk ka hije me nejtë ma zjenve, po më duhet me dali pari. Plagus. Jo, mirë janë. Shko kry punë, për shkaj në ardhë. Nuk shkaj kërkona ne. Jam këtu me ty. Shko kry punë. E qovë në vend, amanetin e rejqës. Shko vraje. Bob! 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 Petar! Kusha që ki zotë që po thirë? Flamurja? Jo, nuk po mdo këtë kyzoj flamurit. Duhet mu largu. Vladimir, hajde ikum. Hajde ikum. Po, shef. Po, ik. Unë të arruj shpinën. Ik. Ik ma shpejt.
men? Ku po menon që po shkon? Zëja Tuse? Ha? Pas ka ardhë me tu rastin e? I me shumë gjatë sa është vra dhe petare. Po dije që unë këtu s'kam gisht. Ki gisht? Ki gisht? Edhe ti ki gisht ju veç sot. Po ti ki gisht për plot sanët që janë bo këto. Apo menon që krimi harroj që ka që letë. Po është zotin ke menu që kemi ardhë këtu me djegë, me vra, e me hedhë vale. Edhe me dalë kaj qështu. Ke menu që me 2 informata që ja ke dalë Luanit, ke me dalë pa u lagë. Jo, Ivan, jo. Jo, se njerëzit nuk harrojnë, mojnë men. Unë personalisht kur nuk ti kom harruat asy. Ke menu që ja vra ndikujna këtë familjen edhe harron. Mon men. Edhe herët ta vonë kime lau borqen. S'ki ku me shku ma. Ka arë fundi. Granit? Granit, ti dash më kuni vdekun? Ivan. Ivani. Pas ka të rathu. Ajo dash me të vërak. Ka tut prej AKI-s. Nuk jam Graniti. As AKI. Nëse si e Graniti, atër, kush je ti? Unë jam Luan Gashi. Gashi? Po, Gashi. Apo të kujtërën të sy? Jeta ku ma edhe me këta sy. Kujtërë pak. Para 17 vite. Kërë më le pa familje. Qa me nëve për ta? Që lufta kryet e krimet tua harrohen. Që kita ta fëmijë që i ke vra, nuk kanë zonë. Sonë të jam unë e zonë e ty në të mive. Që sa e kom prit këtë ditë. Kom jetu për këtë ditë. Sonë të paguje çdo krem që e ke bo. Ola kipi Ahmetit, Gurit.
Petar, ti na vrave. Po na nuk zhdukëm. Na urretëm në heshtje. Na urretëm me emnat që së gjetën kur, me nana që plakën të e prit drejtsin. Na jena këtë mati, Petar, shumë para teje, para pushkës tone, para urrejtjes tone. Kjo tokë na mon men neve, e gjoku ju ndallon për i krejtve. Ti menon që shqiptari thyet? Jo, shqiptari veç forcohet. Sa herë që bie, ngrihet edhe ma i fort. Sa herë që e vrasin, lindin prap. E unë jam ai fëmijë që e le pa varr. Jam ai zonë që s'mujtë me mbyt. Jam brezi që nuk harroj. E sot, Petar, sot nuk po të vras veçon. Po të vret kujtesa jonë. Po të vret gjaku që nuk u shu kur. Gjaku që nuk u harru kur. Këtë mbaran rruga jote, Petar. E historia, aja vazhdon me neve.